Ish-banorja e Big Brother VIP Albania Egli Tako ka reaguar ashpër pas lajmeve dhe thashethemeve që qarkulluan me shpejtësi gjatë ditëve të fundit duke e lidhur atë në një romans me biznesmenin e njohur Endri Topalli. Lajmet shkaktuan bujë në rrje duke e detyruar ish-banoren të ndërpresë heshtjen dhe të japë një përgjigje të prerë. Egli zgjodhi platformën e saj në Instagram për të reaguar e prerë me vetëm 2 fjalë. Ajo shkroi mesazhin e drejt për drejt e paralajmërues: "Shihemi në gjyq." Ky postim u pasi një paralajmërim i qartë ndaj mediave apo burimeve që shpërndan lajme të paverifikuara rreth jetës së saj private. Reagimi i saj vjen në një kohë kur Egli ka qenë në fokusin e mediave roz pas eksperiencës së saj në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.